Mirë, kthehemi pjesën e dytë, jam me kryetarin e grupit parlamentar socialist Taulant Ballën. Zoti Balla, sigurisht situata e protestave lidhet me një situatë caktuar në cilën gjendet mazhoranca dhe qeverisja juaj, sidomos pas marrjes në hetimet të pandehur për mosbarazinë tendera të zëvendës kryeministres. Kryeministri paraqiti një padi në gjykatën kushtetuese, e cila u pranua të shqyrtohej me rezultat 5-3 dhe më pas u rrëzua de facto nga një mosmarrje vendimi e gjykatës kushtetuese, pasi rezultati doli 4-4. Pa shkuar te kjo, me që ju folet për kohezionin në frymën e mazhorancës, sigurisht mazhoranca ka dhe influencën vetë politike, kuptohet. Ajo që më rezulton mua në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, pastaj unë nuk po bëj interpretim, po them fakt. Një tjetër figurë kryesore e Partisë Socialiste, zoti Erion Veliaj, i cili u tentua të shkarkoj nga shumica me propozim të Këshillit Bashkiak, kuptohet, po kuptohet propozimi erdhi nga kryeministri politikisht. E çoi çështjen e paditjet çështjen në gjykatën kushtetuese dhe fitoi të 5-3. Pra, e çon kryeministri sërish padin në kushtetuese dhe padia i rrëzohet me rezultat 4-4. Dhe këtu dikush e ka shprehur publikisht dhe ka thënë, ky është sinjali më i fortë që nuk ka kohezion brenda mazhorancës. Përkundrazi, brenda mazhorancës ka grupe të cilët janë luftë përballë njëri tjetrit. Dhe ky është fakt, nuk e shih provë, po që është indice është. Tani për këto që the do më duhesh një 2 orë për t'i sqaruar, po e di që kohën e kemi. Sa i përket vendimeve të gjykatës kushtetuese, janë shembulli më i mirë për të dëshmuar se Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk kanë asnjë kontroll, siç pretendohet, mbi drejtsinë. Fakti është që në 2-1 propozimi i qeverisë për diçka që, t'ju them të drejtën, nuk ishte as pak natyrë politike. Ishte një kërkesë e një natyre për të kthyer normalitetin Bashkinë Tiranë në kushtet që ishte shkelur i njëjti nen për cilën do flasim pak më vonë. Neni 242 i kodit procedurës penale. Pse e them të? Sepse thuhet që të zgjedhurit në kod nuk mund të pezullohen. Pyetja është, Erion Veliaj prej një viti ka qenë detyrë apo i pezulluar? Nuk ka qenë detyrë. Nëse do ta kishim respektuar në frym kodin, sa kohë që i zgjedhuri ka një kontratë me qytetarët, do të ishte në detyrë. Po dhe spagu nuk kërkoi pezullimin e tij. Të lutem. Po se kërkonte dot se ka 242 që e ka të shkruar. Por unë po flas de facto. A ka qenë se gjykata kushtetuese thot Erion Veliaj në detyrë, Erion Veliaj sot është burg. Kthehemi tek pjesa tjetër. Te vendimi i gjykatës kushtetuese që është lënda kryesore për cilën do doja të më linit pak mundësi ta sqaroj si duhet. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë përcaktuar e merren me 5 antar. Mund të jesh edhe 4-3, por nuk ka vendim. Duhet të jenë 6 antar pjesëmarrë në mbledhje dhe 5 për të marrë. Për të marrë vendim. Kjo është, edhe pse ju them drejtën, si normë, kjo është një normë e vjetër. Ndërkohë që në normat e reja që ne kemi futur në koncept në institucionet e tjera, do kishte qenë mirë që në rastin e një vakance, vota e kryetarit të numërojë. Kështu ka qenë, bile. Kam përshtypjen përpara. Nuk është në rastin për shembull në rastin e KLP-s ose të KLG-s. Jo, ka qenë gjykatë kushtetuese përpara dhe para ndryshimeve kushtetuese, po. Kjo do kishte qenë, pra, ligjvënësi duhet kishte parashikuar mekanizëm zhbllokues. Edhe pse them drejtën, kuvendi ky institucioni këtu duhet mbajë një përgjegjësi për vonesën që ka krijuar prej 2 vitesh në zëvendësimin e mandatit të zonjës Toska, e cila ka dhënë dorëheqje. Pse? Lutem se nuk do të harxoj kohë fare për këtë. Është një gabim. Jo, është një sieron politike. Lutem. Që ta leni gjykatën kushtetuese 4-4 dhe jemi te vendimi i gjykatës. Ja u e keni përballë karma. Shko, patjetër, po Sokol. E kanë thënë publikisht dhe do ta them edhe sot.
unë nuk e di dhe nuk du të hy fare. Dhe ne kemi një rregull tu që është ligj për ne që ne nuk i komentojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Por po ju them, ky rast është një ndër ato që ky do të ishte 8-0. Sepse vetë gjykatësit e kanë pranuar vendimin e tyre në ato që kanë publikuar të ndërmjetmin, jo të përfundimtar, se kam 4 gjyqtarë thonë ka shkelje, por duhet ta zgjidhim ne. 4 të tjerë thonë ka shkelje, por duhet ta zgjidhë ligjvënësi kushtetues. Pra, të 8 kanë thënë që pra, gjykata kushtetuese mund ta zgjidhte vetë këtë. Jo, më e ka thënë vetë. Vakum midis kushtetutës dhe kodit penal. Gjykata kushtetuese ka pasur të gjitha mundësitë që të thoshte po, ministri se e kanë pranuar, ministri nuk mund pezullohet, por ne nuk morëm dot vendim për mënyrën se si zgjidhet kjo çështje. Sepse 4 thanë, hajde ta zgjidhim ne me jurisprudencën tonë, dhe 4 thanë, ta zgjidhi kuvendi me ndërhyrjen në legislacion. Këtë kanë thënë. Dhe prit. Dhe do thoni ju, po mirë, çfarë do bëni ju? Sepse ka një vendim pa vendim, ka një mos vendim. Për këtë e kam pyetur. Por tani e para mos vendimi nuk ka krijuar jurisprudencë. Kjo është e vërtetë. Pra, nuk kemi në kushtet që ne duhet të marrim një vendim gjykatës kushtetuese për ta zbatuar. Se është mos vendim. Por ne përsëri në gjetjet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ata që paguhen me taksat e popullit shqiptar si ajka e gjyqësorit në Republikën e Shqipërisë, ne përsëri aty shohim që po shiko, atëherë këta nuk e morën përgjegjësinë. Atëherë çfarë do bëni ju? Atëherë ne duhet marrim përgjegjësinë, sepse ky institucioni ku jeni sot ju është institucioni në piramidën e shtetit shqiptar. Po patjetër, se jemi pra, regjim demokratik. Ne Zokol kemi një ngërç. Ka një ngërç që duhet zgjidhur. Kush është ngërçi? Ngërçi pra pyetjes së kryeministrit në emër të ekzekutivit, ku pal u thërrit edhe parlamenti, edhe presidenti i Republikës, gjykata kushtetuese në përfaj të mungesës një antari, se po të kishte qenë një antar do e ndante o këtë ande, por nuk e di arsye, nuk i hy gjithë, përse ka dhe arsye tjera, padyshim që duhet të ketë. Nuk kemi. Atëherë ne çfarë do të bëjmë? Ne kemi për detyrë që ta sqarojmë. Dikush thoshte nga këto banaqet e këtyre darkave që shiko se ka bërë gabim ose kanë harruar në 2012 kur kanë ndryshuar kufizimin e imunitetit. E kemi hequr si koncept, fakt. Kemi harruar aty që të themi që ministri ka të njëjtën statusit deputeti, jo vetëm imunitetin, se ministri aty e ka. Mund të jetë kjo, por jo nuk është kështu. Se pyetja që shtrohet Sokol është. Ta zem, ka një çështje në një prokurori, në rastin fjalë, për shkak të atributeve dhe të zyrës dhe të karrikës që mban, prokuroria e posaçme ka një çështje për presidentin e Republikës. Edhe thot prokurori, për shkak se është komandanti i përgjithshëm forcat traumatose, unë dua ta pensulloj. Ky nuk është i zgjedhur, siç ma thot 242 kodin e procedurës penale, mund ta pensulloj. Pyetje që kam. A mund të pezullohet presidenti i Republikës nëse e lexojmë siç e ka lexuar në rastin fjalë, presidenti mund pezullohet. Natyrshëm që presidenti i Republikës nuk mund pezullohet. Madje edhe për procedurën e marrjes në pyetje në rastin e presidentit të Republikës apo të kryeministit, kodi i procedurës penale ka të përcaktuar mënyra të tjera, nuk paraqitet në prokurori, shkon përcaktohet vendi në zyrën e tij ku merr pyetje. Këto janë detaje. Pra, të qenë në këto rrethana, a mund të pezullohet kryetari i kontrollit lartë shtetit? Dhe pyetja që shtrohet pas saj, a mund të delegohet? Jo, s'mund delegohet. Kontrolli i kontrollit lartë shtetit nuk delegon dot ka askush. Ne kemi pasur raste ku na ngelën 6 muaj, 7 muaj iku ish kryetari Bujar Leska i ca kohë, pastaj u rikthy prapë se nuk zëvendësoi, Dhe
Me Rona mund të jetë që dikush mund në prej tyre thotë pezullojmë kryeministin. Këtu pastaj kemi që një pushtet përcakton, ndërkohë që normalisht majorancën e përcaktojnë njerëzit. Më së shumti në dikur në fakultet kam bërë të drejtë kushtetuese më shumë se sa drejt penale, civile apo administrative. Dhe kushtetuta, që është libri themelor, e ka përcaktuar qartë që një pushtet nuk mund të pezullojë një pushtet. Ky është parimi themelor, check and balance. Flasim për pezullimin, nuk flasim për arrestimin. Flasim për pezullim. Pra, se i ngatrojnë këtu gjërat. Ti, zotëri, po ke prova për arrestimin, hajde merr, kërko autorizimin X, nuk po hyn këtu. Ti ke kërkuar këtë pezullim. Dhe kur ke kërkuar në rastin në fjalë të koleges e mikes time Benina Balluku, ke kërkuar dy masa. Ke kërkuar heqjen e pasaportës, pra kufizimin e lëvizshmërisë jashtë vendit dhe pezullimin. Dhe ke argumentuar që me këto dy masa je okay. Pra, dhe ka argumentuar që s'ka nevojë për masë tjetër për arsyet që i ka rënditur në vendimin e gjykatës. Sot me vendimin e gjykatës kushtetuese ne jemi pikërisht aty ku ishim. Pikërisht ku ishim në 20 nëntor. Atë pezullimi rikthehet fuqi. Pra, u kthy kur të zbardhi gjykata kushtetuese, se kështu e ka shkruar atje, unë jam strikt me këto. Atëherë jemi fuqi pezullimi. Botohet vlerëtore zyrtare, Zoja Balluku është pezulluar. Jemi në kushtet ku ishim 20 nëntor. Kaq. Çfarë do bëjmë ne? Gjykata kushtetuese nuk na dha derman, në pa mundësinë e vet, në pa sigurinë e vet, nuk e di pa, se janë shumë pa. Për i çështje që vetë e kanë thënë, por e kanë shkruar, është 8-0 që ka ndërhyrje në kompetencën. Atëherë çfarë do bëni? Ka ndërhyrje në kompetencën e parlamentit. Çfarë do bëni? Zoti Balla, çfarë do bëni? Shko. Çfarë do bëjmë? Po ja them këtu sot, e kam thënë edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Neni 242 nuk reflekton parimet kushtetuese të garantimit të pavarësisë së institucioneve kushtetuese dhe duhet të pamundsojmë keq interpretimin e këtij neni sa i përket institucioneve kushtetuese. Që do të thotë me ndryshimet që janë gati, presidenti i Republikës, kryeministri, anëtarë të Këshillit të Ministrave, kryetari i kontrollit lartë shtetit, avokati i popullit dhe institucione tjera kushtetuese monokratike, cilat do të jenë punë intensive e komisioneve përgjegjëse në Kuvendin e Shqipërisë, nuk mund të pezullohen. Pra do të propozoni këtë ndryshim? Një praktik, një normë që nga hulumtimi i ekspertëve tanë ekziston në të gjithë Europën. Edhe pse në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë ishte, gjykata kushtetuese nuk e lexoi dot, ose e lexoi po nuk e. Ne do flasim pak për gjykatën kushtetuese. Flas dot më, të them te. Po flas. Unë gazetar, mund të bëj pyetje ju pastaj zgjidhni vetëm mos përgjigjeni. Unë po flasim për televizionin. Unë bëj pjesë në ato njerëz që e marr